Përshëndetje të dashur shikues të emisioneve tona. Mirë se u takuam edhe këtë të shtunë në edicionin e rallës të emisionit ton të përjavshëm Mozaiku. Ne kemi përgatitur për ju një mozaik të vërtet temash që shpresojmë t'ju pëlqejnë. Si gjithmonë në fillim do t'ju njohim me temat që kemi përgatitur për këtë edicion. Do të trajtojmë tema nga fushat të ndryshme të jetës. Emisionin e filloj me intervistën që zhvilluam me profesor Dr. David Kalaj, që është fituesi një projekti prestigjos që ndau Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit. Tani vazhdojmë me temat e paralajmëruara. Universiteti i Malit të Zi është bartës i 4 granteve hulumtuese prestigjioze nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit. Grantet u janë ndarë projekteve të cilët kanë kaluar procesin rigoros të seleksionimit. Njëri prej fituesve është edhe profesor Dr. David Kalaj, i cili në bisedën që gazetarja Diana Duka i zhvilloi me të, foli jo vetëm për projektin në fjalë, por edhe për punën, studentët, hulumtimet e të tjera që do t'i ndiqni në vazhdim. Universiteti i Malit të Zi ka arritur sukses të madh në konkursin për ndarjen e granteve hulumtuese për nxitjen e ekselencës të shpallur nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit. Grantet u janë ndarë projekteve të cilët kanë kaluar procesin rigoros të seleksionimit. Vlerësuesit ndërkombëtar kanë identifikuar nivelin e lartë të ekselencës shkencore, në veçanti potencialin në zbatimin praktik të njohurive. Jam faktikisht fituesi, një prej 6 fituesve të grantit, që është ndarë nga Ministria e Edukimit dhe Shkencës. Ne para 6 muaj kem aplikua me projektet tona. Unë bela një prej 24 aplikacioneve ka pas në nga këtë shteti i Malit të Zi, dhe kem prit rezultate 6 muaj. Unë faktikisht dola i pari me notën maksimale në atë grant, pra nota e grantit tim ka qenë 4.92. Jam i lumtur për këtë gjë, por në fakt jam mirënjohës edhe për ekipin tim që me të cilën e udhëheci në këtë projekt, e cila ka bërë punë të madhe në këtë punë, jo vetëm vetë, së bashku të kem punua që të shkruajmë këtë aplikim për financim të këtij projektit. Mund të themi se nuk është lehtë me fitua këto projekte. Ky projekt është i paraparë të zgjas 3 vjet, ka një lloj financimit të mirëfillt. Në fakt, emërtimi i këtij projektit ose titulli i këtij projektit është analiza matematike, optimizimi dhe mësimi makinerik. Tani, kjo e fundit, mësimi makinerik, në fakt, diçka që është më e rëndësishme për momentin në botë, sepse është një pjesë e inteligjencës artificiale, që edhe ka mësua një revolucion, një zhvillim të hatashëm në momental në botë. Grupi i cili merr pjesë në këtë projekt është grup Bajagi i madh, 15 vetë janë vetëm nga fakulteti Yn, edhe në përgjithësi janë gjithsejt 20 vetë që marrin pjesë në këtë projekt. Projektet e tilla, siç e përmendet edhe ju, pra kalojnë një vlerësim rigoros të ndërkombëtar dhe ju jeni zgjedhur fitues dhe jo vetëm aq, por i pari. Çka ka dalluar këtë projektin tuaj që të përzgjidhet në mesin e të gjitha projekteve dhe dali i pari, siç thatë edhe ju? Si mendoni ju në bazë të gjitha projekteve apo në bazë të asaj që keni punuar bashkë me grupin tuaj, siç e ceket edhe ju? Po, pyetje shumë e mirë. Në fakt, këta njerëz që vlerësojnë projektet, këta vlerësojnë vetëm një projekt caktuar, nuk krahasojnë projektet e tjera. Dhe ata në bazë të asaj çka shkruan atë projekt, e vlerësojnë atë projekt. Janë njerëz anonim, janë 3 vetë, po janë të pavarur, secili jep notat e veta. Notat kanë qenë prej 1 deri në 5. Minimumi për me kaluar një projekt ka qenë 4. Ose ne kemi marrë 3 nota dhe mesatari atyre 3 notave ka qenë, siç e ka dhe ma herët 4.92. Edhe këta tjerë sigurisht që kanë me ide të mira, ndoshta edhe më të mira se tonat, sepse këtu s'dihet kur janë, nota nuk tregon cili është projekti më i mirë, vetëm ndoshta edhe fati ynë se kemi pa recenzenta që na kanë
favorizua. Por, si të qoftë, mendoj se jem të mirë. Ne në një kohë të gjatë kem pas, probleme me fitimin e projekteve. Në fakt, 12 vjetë nuk kem pa hiç projekte në Fakultetin Matematikës. Unë me 2012 ndoshta e kam fituar projektin e fundit, edhe atëherë pata fituar një shpërblim si projekti më i mirë, jo vetëm i notimi më i mirë, por realizimi më i mirë, e fitova shpërblimin për Ministrisë së Shkencave të atërshme, ashtu që në këtë rast shpresoj që edhe në këtë projekt të marrë dhe i shpërblim, por nuk është lehtë. Profesor, ju tashmë jeni afirmuar në nivel ndërkombëtar dhe për të arritur të gjitha këto punë që ju bëni, duhet përkushtim, sakrificë dhe punë e madhe. Jam afirmuar një farë deri në nivel, malëzi, por edhe në nivellet ndërkombëtare, në atë degën time, degën e analizë komplekse, pastaj analizë funksionale, kështu më radhë, emri jem është i njohur në ato sferat e njerëzve cilët merren me shkencë. Ja tregoj një kuriozitet, për shembull, para një 2-3 vjet, një kolegë imi e ka pyet një ekspert aty në Amerikë për një problem që kem shqyrtua unë dhe ai, a mund të na tregosh, ka me pyet për një temë tillë, ai e ka drejtuar te unë. Në fakt, të mos e ditë, ky kolegu i Slovenisë është bashkëpunon me mua. Domethënë, jam emër një njoftën tash, nuk po do me lavdrua veten atë sa, po më kjo gjë domethënë shpesh, nuk kam vetëm një njoftën, domethënë se matematikantët në botë është minoritet, domethënë nuk kem shumë, si më thënë edhe ata që jem njihemi, normal nuk njihen gjithë, por i pjesë e tyre, për shembull, çdo shtet i ka një përfaqësuesit e tyre. Dhe ju në përditshmëri punoni natyrisht me studentë, me të rinj. Dhe do doja që të di nga ju se si e shihni ju, si vlerësoni, sa janë të rinj të interesuar apo të prirur që të merren me hulumtime të ndryshme shkencore. Si në çdo kohë, domethënë edhe tash kemi njerëz, kemi studentë të talentuar, të cilët tregojnë sukses në mësime, domethënë në studime, pastaj tregojnë edhe sukses në hulumtime. Malizia vendi i vogël, këtu nuk mund të pritet një numër i madh, domethënë i njerëzve të talentuar. Ndërçënd minoriteti, domethënë shqiptar, domethënë shqiptar, por edhe në ata shqiptar kemi pas njerëz të suksesshëm përveç meje, domethënë nuk është se jam izoluar, në rast izoluar në përparimin, domethënë në zhvillimin matematik. Ata janë të interesuar atësa, domethënë, si më thënë, atësa kanë stimulim. Nëse nuk ka talent, ai nuk ka çka më ardh, por nëse ka një farë talentit edhe nëse ka një farë stimulimit dhe tjetër, atë normal se ka mu zhvilluar, menoj, sepse kjo është punë, domethënë, nuk ka talent, janë vetëm ajo hymja, domethënë, e pasaportit, kjo punë, domethënë, rezultati i punës të madhe në hulumtime shkencore. Domethënë, unë mendoj njerëzit që për shembull bela kur s'kan shkuar në shkollë, kanë pas ndoshta talent më të madh se unë. Ka ndonjëri që kur se ka kryer shkollën e fillore. Nuk mundesh ti me ditë se kush është i talentuar pa me ardhur në ballafaqohen problemet caktuara. Tani qasja, informatat janë tepër shpejta, domethënë ka shpejtësuar gjithçka, domethënë bota është më e vogël, e kështu me radhë, njerëzit mundohen si më thënë, me të i kalua ato problemet, mos më ballafaqohen problemet, po me gjetë, domethënë, ndonjë shkurtesë në sukses e kështu me radhë. Dhe është fakt se ne jetojmë në kohën e teknologjisë së avancuar, inteligjencës artificiale. Sa ndihmon kjo konkretisht në punën tuaj, pra që ndoshta jo vetëm ju, por edhe të gjithëve, sa ndihmon kjo në përgjithësi për të bërë edhe hulumtime, edhe punime të ndryshme, apo ndoshta edhe sa si ta qojsh të sa na bën ndoshta edhe më shumë dembel, sepse gjithçka mund të gjejmë pothuajse si të gatshme. Dollen, domethënë, informatet pafundme në ato platforma të ndryshme, nuk ka vetëm ChatGPT, po i ke domethënë DeepSeek, Gemini e tjera, domethënë Deep Research, domethënë janë aq shumë zhvilluar sa beson, domethënë.
unë e përdori një mas, sa me thënë 5%, sepse matematikë mund të formulosh një problem, po nuk mund të zgjidh ai problem. Po të paktën mund të jap informata për gjëra që janë të, domethënë që ekzistojnë në internet, për shembull. Nuk ke nevojë me kërkuat libra atë shumë sa mund të kërkosh për shembull nëpërmjet asaj platforme. Domethënë mundesh me kërkuar si në do prej këtyre, dhe në fakt gjitha janë gati si open access, domethënë kanë mund të qasje faktikisht direkte, s'ke nevojë, do të me i pagua ndoshta diçka, por sa është punë e madhe, domethënë kanë përmirësuar e lehtësuar punën maksimalisht. Por ndoshta çka po thoni edhe ju, edhe pak na demela na kanë bërë për arsye se janë zërat e gatshme, domethënë nganjëherë duhet ndoshta do formulime me formua ne ajo me kërkuar se ti formuloj dikush, sepse kemë mbet domethënë pa zhvilluar mjaft bëla në drejtim. Unë për matematikë, po them, për hulumtime nuk besoj se mundet me të bëjë, akoma nuk ka arritën atë nivel që me ta bëni hulumtim. Profesor, unë e di se ju gjithnjë punoni, pra bëni hulumtime dhe projekte të shumta dhe të ndryshme, dhe sa i përket shkencës, punës dhe hulumtimeve tuaja, ne do mund të flisnim natyrisht gjatë, dhe jam e sigurt se përveç këtij projekti që do zgjas, siç thatë ju, disa vite, 3 vite, deri në 4, nëse nuk gaboj, 3-4 vite, jam shumë e sigurt që do merreni edhe me punë dhe projekte të tjera. Dhe unë dua t'ju falenderoj për kohën dhe t'ju uroj shumë sukses edhe në të ardhmen edhe në këtë projekt dhe në të gjitha tjera që ju keni në plan t'i bëni. Faleminderit shumë për ftesë, për këtë intervistë. Unë jam domethënë krenar që mund të flas diçka për sukseset e mia, por domethënë unë jam krenar edhe për këtë grupin, domethënë të cilin e përfaqësoj, që ka marrë domethënë çmimin ose vlerësimin maksimal në këtë projekt. Do të përpiqem që të shkruaj edhe një projekt të ardhmen.